shkrueshme kjo apo jo. Kënaqësive që më e pa e lërë më me diskutu më shumë në lidhje me këtë profesion. E kush më së miri se Fiona Rushiti na flet për angazhimin e saj momental. E verës, nuk e di se si a kam bos, se këtu më shbo si shtëpi, llogaritë që performoj 2 herë në javë, edhe publiku është gjithmonë shumë zjarr, shumë flak, i pret performancat e mia gjithmonë me duar të kitja. Ajo pohon se është lodhur shumë gjatë kësaj periudhe nga se pati performanca ku secila ishte më veçantë se tjetra. Kam bërë për herë të parë, do të thënë këtu ku po performoj, performancën time me dhëmë, sepse normalisht kam bërë dhe 2 të tjera tani gjatë verës që e kam bërë në përsheshe me vinç pas një ritar sigurie. Fiona është një vajzë energjike, dëshiron të jetë unike, që i pëlqen shumë muzika, nga se jep hije shishto performance. Ajo për shikuesit e nzume ka një përësi që duhet patjetër ta dëgjoni. Atëherë, njerëzit akoma e shohin performancat e mia me frikë. Edhe jo më larg se kur isha në Kosovë, në Ferizaj, di vetëm që më kanë taku gjitha përjashtim dhe ka qenë momente që më kanë thënë që ne kemi pas frikë gjatë gjithë kohës se ti bie dhe ne nuk ngrinim dot kokën sipër që të shikonim. Gjithsesi, unë e kam thënë shpesh dhe të vazhdoj të them që unë jam stërvitur për këtë punë, pavarësisht se zgjedh të performoj në provinca dhe palitar sigurie. Unë jam stërvitur për të bërë të tilla performanca dhe vetmja gjë që mund të bëjnë është të shijoj, të njihet. Unë gjithsesi po stërvit dhe talentet e reja, ndoshta nuk do kisha dëshirë të bëshin kaq të çmendura sa unë, por asnjëherë nuk i dihet. Ditem që jashtë vendit është shumë e zhvilluar. E duke treguar që në përbot ky profesion jo vetëm që mirëpritet Eduard Trokitet, në Shqipëri ishte Rushiti ajo që e solli për herë të parë. Në lartësi nuk më kanë kopju, se nuk ka shanse njëri me më kopju, madje pres me pas një konkurrencë nga duke konkuru vetëm me tuaj. Por kështu që lidhen në pemë, në distanca të ulta, kur e distanca të ulta bëhet fjalë për 3-4 metra distancë, po, kanë dalur kopjacet. Sigurisht që neve na intereson të dim se cila ka qenë gjëja më e çmendur që akrobatja ka bërë. Dhe kjo e dhëmbëve që po bëj nuk është në një gjë normale, të varesh nga dhëmbët të mbash peshën e trupit gjithë çmendur. Gjithsesi, ura e vashës që ka qenë 152 metra është një nga më të çmendurat e mia tani dhe performanca që bëra në Greqi në stadium për skuadrën e futbollit të AEK-ut që kisha 32.000 tifozë. Edhe ajo performancë mua nuk më vjen më. Imagjino një shqiptare mes stadiumit grek. Isha unë. Ka qenë njëri që më ka thënë, imagjino me të pas gru ty, duhet me shku në kishë në xhami me ulut se kena frikë se po na vi gjithmonë. Fiona vazhdon të theksoj që mbështetjen më të madhe e mori në Kosovë dhe këtu nisi të njihej emri dhe kontributi shumë se sa në vendlindje. Atë pyetëm në lidhje me ritualin e përdorur pak para se të ngjitet në skenë. Vetëm që kur unë dal në skenë, i harroj gjitha dhe them që çfarë do lloj gjëje që të ndodhi, çfarë do lloj gjëje që të jetë bërë, çfarë do lloj problemi që mund të kem mbi stupe, unë këtë gjë nuk duhet ta shpreh tek publiku. Patjetër kur kam performuar skenë, nuk kam qenë edhe mirë, shpirtërisht, por ndonjëherë ne vajzat edhe jemi edhe sëmuremi e probleme gjëra të tjera. Por që me thënë drejtën, unë i harroj kur dal në skenë, nuk ka ndodhur që të lë një performancë për shkak se unë mund të kem qenë smur, apo për shkak se nuk kam qenë mirë, nga gjendja fizike, psikologjike, jo fare. Ajo ju bën apel të gjithëve që akrobatët e talentuar të respektohen e madje ky profesion të jetë prezent në media e për gjeneratat e reja të ketë hapësirë për promovim.
mesazh për vendin tim që shpresoj ta më shohin ndonjë ditë mua dhe atyre talenteve të reja që po stërvis, dhe të marrim atë mbështetjen që duhet të marrim, sepse normalisht nuk është se stërvitemi në kushte të mira, jo fare.